Por i kthehemi sërish në studio dhe në fakt ka ardhur momenti që të fillojmë të bëjmë intervistat me të ftuarit tanë dhe në fakt gjëja e parë për cilën do flasim nuk është për fenomeneve të mira, në fakt në kohëve të fundit kemi përjetuar tragjedi të ndryshme, të cilat fatkeqësisht kanë çuar në pasoja me humbje jetësh njerëzish, duke përfshirë këtu Goçanin, mirë po më pas edhe djegja e veturës në Shqipëri, ca vepra tjera penale në Shqipëri, por edhe në Kosovë një numër i vrasjeve brenda pak ditësh, kështu që do flasim sidomos për Kosovën, do fokusohemi pak më shumë, pasi që në lidhje direkte kemi edhe Paulina Nushi Muhaxhiri. Mirëmëngjes zonja Paulina. Mirëmëngjesi për gjithë juve, faleminderit për ftesën dhe kërkoj falje që lajmërohem kështu nga vetura, por jemi në lëvizje duke shku për punë dhe duke marrë parasysh kohën televizive që keni, thash më mirë të jem me saktë. Faleminderit shumë, unë fillimisht do ta filloj me urimin e Bajramit, shpresoj që të keni shëndet edhe vetëm lumturi edhe begatin familjet tuaja. Faleminderit, gjithashtu urime edhe për juve. Fatkeqësisht do të flasim për fenomene negative në shoqëri, do të flasim për ca vrasje të cilat ndodhen në Kosovë, por edhe jashtë Kosovës, por që kanë të bëjnë me qytetarët të Kosovës. Mua po më mbet në mendje rasti i vrasjes së gruas dhe më pas lajmërimit të fëmijës duke i thënë që ta kanë vrarë nanën zonja Paulina, dhe në fakt kjo ndonjëherë tregon se sa jashtënjerëzor ne mund të jemi. Si brenda Kosovës, më tregoni si e përjetuat këtë numër të lartë të vrasjeve? Në fakt është e çuditshme sepse edhe vitin e kaluar në të njëjtën kohë kishim dy vrasje që e tronditën Kosovën. Ishte në faktikisht në muajin prill, por jemi aty. Ishin dy vrasje që e tronditën Kosovën të dy grave nga bashkëshortët e tyre. Ishte zonja Endjer Gjulieta Ukella dhe zonja Endjer Erona Cokli. Dhe sigurisht me atë tronditje ne sikur filluam ta rimerrnim veten duke uruar që të ishin të fundit dhe ja bam, ku vinë edhe 4 vrasje të tjera brenda disa ditëve në Kosovë, të cilat me të vërtet na kanë tronditur shumë. Kur flasim për zonjën që u vra në Gjermani nga bashkëshorti i saj, sigurisht se ndjenja ishte po e njëjtë sikur edhe zonja që u vra në Vushtri, sepse po flasim për një qytetare të Kosovës, e cila padrejtësisht u privua nga jeta, nga bashkëshorti, dhe ajo telefonata që po e përmendni ju dhe u raportua në media kur bashkëshorti apo babai e thret djalin dhe i thot se ta kanë vrarë nanën, e shpërfaq shumë mirë nevojën e madhe që kemi ne për të fokusuar le të themi shëndetin mendor të qytetarëve tonë brenda dhe jashtë vendit, drejt profesionistëve të cilët munden me ju ndihmu, sepse një njeri i cili bën akte të tilla dhe me ftohtësi të tillë, sigurisht se lajmëron qytetarët apo le të themi edhe familjarët, sigurisht se ka nevojë për ndihmë në kuptimin e aspektin e shëndetit mendor. Pastaj kishim edhe vrasje të tjera të cilat ndodhen ku ndër të tjerash edhe një person i pafajshëm humbi jetën, sepse vetëm se kishte qelluar në një ambient aty ku do t'i çeronin hesapet dy njerëz të cilët thuhet se ishin pjesë të një grupi që kishin probleme me zvete jashtë vendit, ishin në Spanjë, ishin kthyer në Kosovë dhe pastaj donin të qironin hesapet e tyre dhe ja aty një njeri i pafajshëm e humb jetën. Ndërsa vrasja në Vushtri patjetër se ka qenë le të themi më e përfolura, për shkak se kjo shoqëri dëshiron shumë që t'ja vesh një gruaje arsyet apo motivet e vrasjes, duke e arsyetu vrasin me idenë që ndoshta mund të ketë pasur diçka përtej asaj, për çka ne në vazhdimsi jemi duke bërë thirrje në të gjitha rrjetet tona sociale edhe në media që të zhduket apo të zbehet kjo mendësi. Mos flasim për vrasjen e një 19 vjeçarit nga bashkëmoshatari i tij, ku edhe aty filluan të diskutohen motivet e vrasjes me idenë që një vajzë ka mundur të jetë në mes. Kreta ajo që dua të them është se të gjitha këto bijnë në ujë dhe çfarë po ndodh në Kosovë është që të gjitha institucionet, shoqëria civile, ne të gjithë duhet të fokusohemi në zgjidhjet e problemeve. Si bëhet kjo? Institucionet duhet që fillimisht të konfiskojnë me seriozitet të madh armët e mëdha, numër të madh armët ilegale të cilat qarkullojnë në Kosovë. Çdo vit policia e Kosovës del me një raport se sa armë ilegale ka konfiskuar, por që në Kosovë qarkullojnë qindra mira të tilla, sepse asnjëherë nuk mund ta kemi një numër të saktë, thuhet diku që janë diku 250.000 armë ilegale që qarkullojnë, por gjithsesi ne nuk mund ta dimë saktë sepse sigurisht janë gjëra të cilat nuk deklarohen. Ato duhet të konfiskohen dhe të krijohen, le të themi,
operacione policore të cilat merren me seriozitet vetëm me konfiskimin e këtyre armëve dhe largimin e tyre nga duart e qytetarëve. Pastaj është aspekti social që duhet të punohet shumë me qytetarët për shkak se varfëria, le të themi një lloj depresioni për shkak të mos arritjes së objektivave në jetë, mos arritjes së përmbushjeve në kuptimin edhe të asaj që Kosova nuk ofron shumë mundësi për të krijuar të hyra financiare, për të jetuar një jetë të mirë, për të ofruar shërbime shëndetësore të cilat qytetarët kishin me imbajt, le të themi, më të relaksuar për shkak të problemeve që mund të kenë dhe pastaj sikur revoltohen edhe pastaj shtohen edhe numri i dhunës edhe më pastaj po shkojnë edhe në vrasje. Ne kemi biseduar me shumë profesionistë të shëndetit mendor, të cilët thonë se në Kosovë është urgjencë që ne të merremi me njerëzit në kuptimin e ofrimit të ndihmës, sepse nuk është turp, e kemi thënë shumë herë që të kërkohet ndihmë dhe në Kosovë me të vërtetë shumë njerëz kanë nevojë për ndihmë. Kështu që sikur është një grup i tërë që do duhet të merrej me seriozitet të madh me parandalimin dhe trajtimin fillimisht të problemeve që ky popull i ka. Dhe institucionet duhet të zgjohen nga gjumi definitivisht. Nuk e di si që ndron, le të themi, në Maqedoni në detaje, por që unë mendoj se jemi aty në probleme të njëjta ku do duhet që institucionalisht dhe si shoqëri të kontribuojmë të gjithë. Po, në fakt, ne jemi paka shumë ngjajshëm, ndoshta dallojmë në gjërat vogla, po një zgjim sistematik na duhet të gjithëve, duke filluar që nga institucionet më bazike, që nga mjekët ame deri te ato gjyqësorje kështu me radhë. Po, zonja Paulina, në fakt ne flasim shumë për dhunën në familje, do të ndalem në gjitha format e vrasjeve, mirë po atë shumë flasim për dhunën në familje, diskutojmë shumë dhunën me bazë gjinore. Përse po shohim ende prezencë kaq të madhe të dhunës e sidomos edhe vrasjeve ndaj bashkëshorteve? Në fakt, kjo sa është për shkak të problemeve sociale që kemi, aq është edhe kulturore. Sepse sot jetojmë në një botë kur tashmë edhe gratë po arrin me i hap syt dhe me kërku një jetë të dinjitetshme. Nënshtrimi ndaj dhunës, ndaj le të themi kontrollit të burrave, po bëhet dita ditës më i papranueshëm për gratë. Dhe pastaj kjo papranueshmëria e dhunës prej grave po bëhet e papranueshme për burrat, sepse janë rritur kulturalisht në atë mënyrë që gruaja duhet të nënshtrohet. Dhe në momentin që ne arrim ta zbejmë këtë mendësi, atëherë kemi fituar, le të themi, të drejtën tonë për të jetuar të lira. Dhe shumë gra sot po kërkojnë që t'i thonë stop dhunës, t'i thonë stop kësaj trajtimit apo nënshtrimit dhe të jetojnë një jetë të dinjitetshme, një jetë të lirë ashtu siç e meriton çdo njeri pavarësisht prej gjinisë. Dhe sigurisht këtu kemi të bëjmë pastaj edhe me këtë aspektin kulturor ku burrat janë të edukuar, djemt janë të edukuar në atë formë që gruan duhet ta mbajnë nën kontroll dhe nuk po e pranojnë faktin shumë shpesh kur gratë vendosin që t'i kputin, le të themi, marrëdhëniet me këta burra toksik e dhunues, e pastaj sikur po vinë probleme tjera të cilat duhet të trajtohen prapë seriozisht nga shteti. Një gjë e mirë që ka ndodhur në Kosovë kohëve të fundit është sjellja e atyre hallkave që po i vendoset në këmbë dhunuesve dhe sigurisht pasi që të jetë raportuar dhuna, ato po i vendosen dhunuesit në këmbë dhe ata nuk duhet të afrohen në një hapësirë, le të themi, prej disa metrave afër ish bashkëshortes apo le të themi të dashurës apo varësisht prej raportit që kanë, sepse dhunuesi sigurisht do të lajmërohet pastaj në sistemin atje ku do të detektohet prania e tij afër viktimës. Ky është një hap i mirë dhe duhet të bëhet prapë më shumë, sepse Kosova është akumuluar, si nga para luftës ka qenë e heshtur, por nga pas lufta deri më tani është akumuluar në të gjitha këto probleme të cilat po lulëzojnë tashmë një nga një, sepse janë këto vajzat e reja të cilat më shumë se kur duan t'i thonë stop dhunës dhe kjo është e mirë, por ne duhet të luftojmë tani dhe të punojmë tani me reagimin e këtyre burrave dhunues të cilët janë dhunues dhe manipulator. Edhe duan të dhunojnë dhe pastaj pyeten sikurse çka është ky reagim. Pra këtu e kemi një problem kulturor, probleme shëndetin mendor dhe implikimi i institucioneve është tepër i rëndësishëm, por gjithashtu edhe i shoqërisë. Por
Po shohim që realisht po bëhet shumë punë, mirë po përse është vazhdon të jetë prezente kjo momenti që gruaja ose vajza duhet të ketë faj në një mes, qoftë edhe në rastin e bashkëmoshatarëve. Arsyeja ndoshta mund të jetë komplet tjetër që do të zbulohet edhe më tej, mirë po sërish gratë dhe vajzat gjenden në mes dikund aty. Sepse më së lehti është që të fshihen problemet pas idees që në mes ka qenë një grua. Edhe tani, në këtë mesin e vrasjes që ndodhi në një lokal në Prishtinë, ka ardhur një letër nga i dyshuari për vrasje, në të cilën përfolet se në mes aty ka qenë një grua, e cila fillimisht ka qenë e dashura e personit që dyshohet se ka kryer vrasjen, e më pastaj është bërë e dashura e personit të cilin ai e ka plagosur, dhe në këtë mes prap futet si arsye një grua për të zbehur apo për të krijuar le të themi imazhin që kërkon miratimin e kësaj shoqërie, se për një grua sigurisht se mirja ka bo. Sepse kjo është ideja, kjo është mendësia. Do të thotë krijohet ideja që kur gruaja është problemi edhe arsyetohen pastaj dhuna, problemet mes vete e të tjera. Kjo është e gabume, është e mësume dhe ne duhet me e zhduk me zbe në gjeneratat e reja. Duhet shumë me punu me këto gjeneratat e reja. Por pandimen e institucioneve, sepse në Kosovë nuk funksionon mirë trekëndshi shkollë, institucion prindër. Ne problemin e nisim qysh në shkolla. Në shkollat e Kosovës shumë shpesh duket si kur janë kazerma ushtarake, kur kanë shku me i bë disa kontrolla në për institucionet e shkollat e Kosovës, tek të rinj të cilët janë të moshave të adoleshente, kanë konfiskuar armë të ndryshme të ftohta. Sikur të ishte, le të themi, kazerma e ndonjë ushtrie dhe ti çuditesh se pse këta të rinj mbajnë kaq shumë armë. Vetëm në vitin 2024 në Kosovë janë bërë 10.000 kërkesa për armë mbajtje me leje. Dhe kur qytetarët pyeten pse doni të mbani armë, thonë se ndjen më të sigurt. Pra Kosova është vend i pasigurt. Dhe çka ndodh? Sigurisht se nuk mund të marrësh një armë me leje, po nuk e mbushë moshën dhe kushtet tjera, dhe sigurisht mosha është 21 vjeç e tutje, por kërkesat kanë ardhur edhe prej 19 vjeçarëve. Dhe kur kërkesa vjen edhe prej një 19 vjeçari për të mbajtur armë me leje, dhe shumë shpesh kur pyetet ky 19 vjeçari se çka të duhet ty arma, ai thot po le të jetë aty. Le të jetë aty. Pra, në momentin që qytetarët ndjehen kështu, thonë se arma i duhet për të ndjeri sigurt, ky shtet duhet me mendu goxha shumë. Këto institucione duhet më fokusu shumë në krijimin e politikave të cilat sigurojnë e japin ndjenjen e sigurisë. Qytetarët e Kosovës nuk kanë ndjenjë të sigurisë dhe jo mëkat. Prandaj unë besoj që kemi shumë punë, ka shumë probleme, janë faktorët social, janë faktorët shëndetësor, janë faktorët kulturor, të cilët janë komplet të implikuar në këtë situatë dhe po nuk arritëm të identifikojmë një nga një dhe t'i largojmë e t'i trajtojmë, ne sigurisht kemi më vazhdu me pas shumë probleme. Në fakt, kjo periudhë ka qenë shumë periudhë me tragedi. Zonja Paulina, ne në Maqedoni humbëm 59 persona nga një zjarr i madh në një diskotekë. Kosova gjithashtu humbi shumë persona. Si ndikon kjo sipas juve në shoqëri, duke parë lajme të tërkohën me vrasje, me vdekje, apo bën një shoqëri më depresive dhe ndoshta një jetë jo shumë të lumtur? Në fakt, edhe ajo çfarë ka ndodhur në Maqedoni ka pasur një impakt shumë të madh në shoqërinë kosovare. Unë dua të shpreh ngushëllimet për të gjithë familjarët e viktimave. Është shumë prekse, është shumë e rëndë, edhe sigurisht se ne nuk jemi larg, jemi këtu ngjitur, le të themi, dy dyer ngjitur të shtëpive tona, dhe sigurisht se ndikohemi nga ajo se çfarë ndodh në Maqedoni. E gjitha kjo po e ndikon shumë shëndetin mendor dhe ndjenja e pasigurisë, ndjenja e frikës, pastaj siguri bën njerëzit edhe më agresiv të reagojnë më shpejt. Dhe këto unë nuk po i them nga perceptimi im. Unë kam bërë intervista të ndryshme me profesionistë të shëndetit mendor dhe jo hiq më larg se javën e kaluar e citova psikiatrin doktor Ferid Agani, i cili thotë se
po nuk u morën masa në Kosovë, situata sigurisht do të shkojë drejt për shkallëzimit në kuptimin e problemeve me shëndetin mendor. Dhe doktor Agani gjithmonë e ka një thirrje të vazhdueshme që thotë se po nuk u morën me problemet si ankthi, depresioni dhe pastaj edhe me çrregullimet e personalitetit që shumë njerëz i kanë, ne nuk mund ta trajtojmë në kuptimin pozitiv shoqërinë, sepse këto probleme ekzistojnë. Kosova ka kaluar në fazën e luftës, pastaj faza pas luftës vjen me atë stresin post-traumatik, pastaj e kishim Covidin që e kishim një mbyllje totale dhe gjithë kjo ka ndikuar që në gjithë botën të paraqiten problemet e shëndetit mendor. E paramendoni në shoqërinë tonë, kur ne e kishim, le të themi, të freskët edhe përjetimin e luftës dhe ende vazhdojmë e diskutojmë çdo ditë për atë se çfarë kemi përjetuar dhe sot ne shëndetin mendor e konsiderojmë si jo të rëndësishëm, ndërsa nga problemet e shëndetit mendor po vinë këto problemet e mëdha të cilat sot po i vuajmë. Definitivisht do duhet të ishim më sy hapur dhe të mendojmë saktë se kush çka mund të bëj. Le t'i ndajmë përgjegjësitë. Unë gjithmonë e them në këtë shoqëri, le t'i ndajmë përgjegjësitë. Le të jenë ata të cilët janë profesionistë të shëndetit mendor duke u marrë me punën e tyre. Le të jenë ekspertët e sigurisë ata të cilët bëjnë punën e tyre, identifikimin e problemeve dhe trajtimin e tyre. Le të jenë gazetarët ata të cilët në media i ngritin këtë çështje. Le të jenë mësuesit, mësimdhënësit ata të cilët bisedojnë dhe bashkëbisedojnë me prindrit por edhe me fëmijët. Le të jenë psikologët në shkolla të cilët punojnë, por gjithashtu e ruajnë edhe konfidencialitetin e asaj se çfarë flitet me fëmijët, sepse kemi shumë telashe, shumë fëmijë nuk duan të flasin me psikologun e shkollës për shkak se kanë frikë nga rrjedhja e informacionit më tutje. Pra, si shoqëri, problemet i kemi kështu sikur të shpërndara dhe ne duhet t'i identifikojmë edhe t'i trajtojmë veç mas secilin prej tyre. Në fakt është fatkeqësi që ne vazhdojmë flasim për tragjedi edhe duket sikur pavarësisht se sa pasoja të mëdha ne kemi përjetuar, nuk po mbushemi mend si shoqëri, le të themi kështu, për të mos eskaluar në dhunë, për të mos bërë dhunë dhe për të jetuar pak më shumë në paqe. Unë duke ju falënderuar shumë që ishit pjesë e emisionit, dua t'ju lënë një hapësirë nëse keni ndonjë mesazh, diçka përfund për të thënë në këtë drejtim. Ajo që dua të them është që ne të gjithë mund të kalojmë në faza të ndryshme depresive sepse jemi njerëz tek e fundit dhe është shumë e rëndësishme që ne sot t'i pranojmë problemet tona dhe të kërkojmë ndihmë dhe si familje të punojmë ngushtë njëri me tjetrin për të kaluar problemet të cilat mund t'i kenë fëmijët tanë, familjarët tanë, sepse gjithçka nis nga familja dhe në fund është familja e fundit ajo që merr vesh për një problem që ndodhi jashtë shtëpisë. Pra, jo më kot konsideroj që ky film i adoleshenti që u bë jashtëzakonisht shumë i famshëm tashmë së fundmi, po i nxjerr në pa, le të themi, mangësitë ku secila familje mundet me gjetë veten edhe me, le të themi, me kërku ndryshime që mundemi me i nis prej institucionit bazik që është familja e me kërku llogari deri te institucionet më të larta për çka jemi taksa paguese dhe duhen me na u përgjigj. Pra, le të jemi të vetëdijshëm që problemet ekzistojnë, por le të punojmë shumë që ato t'i zgjedhim secili në fushën e tij. Dhe pastaj ajo puzzle kur bëhet komplete, sigurisht se ka me pru rezultatin. Unë i dëshiroj fat e shëndet çdo qytetarit të Kosovës, Maqedonisë, Shqipërisë dhe çdo vendi tjetër dhe uroj shumë që çdo institucionet të gjitha vendeve tona t'i hapin syt, por gjithashtu edhe shoqëria. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë që ndatë kohë për ne në këtë mëngjes në ditën e parë të prillit. Faleminderit shumë.